Dita e 26. Lady Jane Grey, rreth viteve 1537-1554. Martirja adoleshente, nga Scott Hubbard. 10 shkurt 1554. 2 ditë përpara se Lady Jane Grey të ekzekutohet me prerje koke. Prifti katolik, John Feckenham, hyri në qelinë e Jane-it në kullën e Londrës me shpresën se do t'i shpëtonte shpirtin. Të paktën kështu mendonte ai. Mbretëresha Mari, e njohur ndryshe si Maria Gjakatarja, tashmë e kishte vulosur dënimin me vdekje të kushërirës së saj Jane, por gjithsesi i dërgoi kapelanin e saj më të zot për një përpjekje të fundit që ta binte Jane-in të kthehej në fen katolike pak para ekzekutimit të saj. Jane ishte rreth 17 vjeç në atë moment. Kështu filloi një debat i fortë mes apologjetit katolik Feckenham dhe adoleshentes së reformuar Lady Jane-it. Ai përpiqej ta binte vashën se drejtësimi vjen prej besimit dhe veprave, ndërsa ajo qëndronte e palëkundur mbi sola fide, vetëm përmes besimit. Ai thoshte se buka dhe vera e darkës së Zotit janë vetë trupi dhe gjaku i Krishtit, ndërsa ajo këmbgulte se këto elemente nuk janë vetë se simbole që tregojnë për veprën shpëtuese të Jezusit në kryq. Ai pohonte autoritetin e kishës katolike krahas shkrimit. Ajo ngulte këmbë që kisha gjendet në nënvështrimin depërtues të fjalës së Perëndisë. Më në fund, Feckenhami i thot: "Jam i sigurt që ne të dy nuk do të takohemi më kurrë", duke nënkuptuar kështu mallkimin e saj në ferr. Mirëpo, Lady Jane ja kthen atij me të njëjtën monedhë. "Po, është e vërtetë që nuk do të takohemi më, veç në ta ndryshof ty zemrën Perëndia." Perëndia sovran i Lady Jane-it. Nga një këndvështrim, jeta e Lady Jane-it është një histori intrigash e manipulimit të njerëzve të pushtetshëm që përdorin një vajzë adoleshente si mjet për të përparuar me agjendën e tyre sociale dhe politike. Prindërit e saj e detyruan të ndiqte një regjim të ashpër arsimimi, me shpresën që ajo do të martohej një ditë me trashëgimtarin e fronit të Anglisë. Kur kjo mundësi ra, familja Grey ra në ujdi me kryeministrin e mbretit që ta martonin Lady Jane-in me Guilford Dudleyn, një burr të cilin ajo e përbuste. Pastaj, me vdekjen e mbretit, një grup komplotistësh politik vendosën mbi kryet e saj kurorën për të cilën Lady Jane do të paguante me jetën e vet. Me aq sa mund të shohim, ky është një këndvështrim i vërtet. Mirëpo, mbetet ende një këndvështrim sipas librit të predikuesit. Dhe kjo është perspektiva në ndjell për Lady Jane-in. Mirëpo, nëse e shohim të njëjtën jetë përmes lenteve të provanisë së Perëndisë, përpara nesh shfaqet një Lady Jane krye këput tjetër. Një Lady Jane që e përdori greqishten dhe hebraishten që i mësoi gjatë viteve të regjimit të ashpër arsimor për ta studiuar shkrimin e shenjtë në këto dy gjuhë origjinale të tij. Një Lady Jane që u çua në oborrin e Henrit VIII për t'u edukuar, por që u takua me Jezusin përmes dëshmisë së mbretëreshës Katerina Parr, e cila ishte një krishtere perëndishme. Së fundi, shohim një Lady Jane që u përball me gjyqin, burgimin dhe prerjen e kokës, duke pasur vetëm fjalët e Perëndisë në gojën e saj. Ky këndvështrim i dytë nuk është një përpjekje për të shkruar një tjetër biografi të shenjtë apo për të na nxitur që ta adhurojmë si heroin. Tregimet na thonë që Lady Jane ishte po aq kokfort sa një mushk. Ky këndvështrim thjesht pranon faktin që Perëndia e Jozefit vazhdon t'i përdorë të afërmit dinak dhe qelitë e ftohta të burgut për të sjellë shpengimin e vet. Jane mund t'u ketë thënë disa njerëzve: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbejë së mirës." Zanafilla 50:20. Qelia e burgut. Lady Jane hipi gjithë ngurrim në fron më 10 korrik 1553 dhe u largua prej tij vullnetarisht më 19 korrik 1553, kur Maria mblodhi një ushtri për ta hequr qafe mbretëreshën, kushërirën e vet. Prandaj, shpesh Lady Jane mbahet mend prej një numri, mbretëresha e 9 ditëve. Më 7 shkurt 1554,
Maria nënshkroi dënimin me vdekje, i cili do ta çonte Lady Jane-in para xhelatit për t'i prerë kokën vetëm 5 ditë më pas. Përveç debatit me Feckenhamin, Lady Jane i kaloi ditët e saj të fundit duke përgatitur një fjalim të shkurtër në lidhje me ekzekutimin e saj dhe duke nisur disa letra të fundit. Brenda dhjatës së saj të re në greqisht, ajo la një shënim për motrën e saj të vogël, Katerinën. E dashur motër, ky është libri i ligjit të Zotit, është testamenti i tij i fundit, të cilin na e ka lënë ne të mjerave. Ky libër do të udhëheq drejt shtegut të gëzimit të përjetshëm. Për sa i përket vdekjes sime, gëzohu edhe ti si unë, o motër e dashur, sepse do të shpëtoj nga prishja e kësaj bote dhe do të vesh mosprishjen. Jam e sigurt që duke humbur këtë jetë të vdekshme, do të fitoj jetën e pavdekshme. Përpara xhelatit. Mëngjesi i 12 shkurtit, e qeti Lady Jane-in mbi murin e kullës së bardhë qendrore, ku e priste një turmë e vogël dhe xhelati. Duke u kthyer nga të pranishmit, Lady Jane shpalli. Nuk pres të shpëtohem prej asnjë gjëje tjetër, por veç prej mëshirës së Perëndisë, në gjakun e birit të tij të vetëm Jezu Krisht. Pastaj u gjunjëzua dhe recitoi Psalmin 51. O Perëndi, ki mëshirë për mua. Pasi ja mbuluan syt, Lady Jane u përçap drejt trungut të ekzekutimit dhe vendosi kokën te pjesa e gdhendur për atë qëllim. Tingulli i fundit që dëgjoi turma para se sëpata të ngulej në dru, ishte një lutje nga zëri i 17 vjeçares Lady Jane. Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. Kështu përfundoi jeta e Lady Jane Grey, martires adoleshente.